Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Futeni këmbët në ujë të ngrohtë me sodë buke çdo natë dhe do befasoheni nga ajo që do të ndodhë. Kujdesi për këmbët është thelbësor për shëndetin ton, por shpeshherë ai neglizhohet. Megjithatë, një ilaç i thjeshtë dhe efektiv në shtëpi mund të bëjë ndryshimin. Larja e këmbëve me ujë me krip dhe sodë buke mund të jetë një trajtim tërësisht efikas, i cili gjithashtu mund t'ju dhurojë këmbë të buta dhe sy të reja. E rekomanduar nga mjekët, kjo metodë jo vetëm që është e lehtë për t'u aplikuar, por sjell edhe shumë përfitime për shëndetin e këmbëve. Përfitimet e larjes së këmbëve me krip dhe sodë buke. Veprimi antiseptik është edhe dezinfektues njëkohësisht, pasi ndihmon në largimin e baktereve, veçanërisht kur ne veshim këpucë të mbyllura për orë të tëra. Deodorant natyral. Soda e bukës neutralizon gjithashtu aromat e pakëndshme duke rregulluar pH-in e lëkurës dhe duke zvogëluar djersitjen e tepërt. Eksfolim i lehtë. Zbut lëkurën e fortë dhe ndihmon në largimin e qelizave të vdekura duke i bërë këmbët tuaja më të buta. Relaksim dhe lehtësim lodhjeje. Zhytja në ujë të ngrohtë dhe sodë buke zvogëlon ëndjen dhe përmirëson qarkullimin e gjakut, ideal pas një dite të lodhshme. Parandalon infeksionet. Falvetive antimikrobike ndihmon në ruajtjen e shëndetit të këmbëve dhe gjithashtu ndihmon në parandalimin e infeksioneve kërpudhore si këmba e atletit. Zbut kallot, efektiv për zbutjen e kallove dhe thembrave të çara, duke i bërë më të lehta për t'u hequr. Si të përgatisnin banjën për këmbët me krip dhe sodë buke. Mbushni një legen me ujë të vakët, sa për të mbuluar këmbët, shtoni 2 lugë gjelle krip të trashë dhe 2 lugë gjelle me sodë buke, përzieni mirë derisa të treten. Zhyteni këmbët për 15 deri në 20 minuta. Thajini mirë dhe aplikojeni me krem hidratues për të ruajtur butësinë. Sa shpesh duhet ta bëni? Ekspertët rekomandojnë ta përsërisni 1 deri në 2 herë në javë për të mbajtur lëkurën tuaj të këmbëve të pastër dhe njëkohësisht të shëndetshme dhe po ashtu të butë. Veçanërisht nëse keni djersitje të tepërt, kallo ose lodhje. Në qoftë se ju vuani nga këto simptoma dhe ato vazhdojnë ose përkeqësohen, me patjetër duhet të konsultoheni me një specialist. Përveç këmbëve, kripa dhe soda e bukës përdoren edhe për eksfolim duarsh dhe të trupit. Të kombinuara me vaj ulliri ose mjalt, ato largojnë të gjitha qelizat e vdekura dhe e lën lëkurën tonë që të jetë sa më e butë dhe njëkohësisht mund t'i përdorni si shpëlarës goje. Soda e bukës në ujë neutralizon erën e keqe të gojës dhe ruan ekuilibrin e pH-it në zgavrën e gojës. Banjë relaksuese për trupin. Shtimi i tyre në ujin e banjës relakson muskujt, përmirëson gjithashtu edhe qarkullimin dhe ul stresin. Nga ana tjetër ofron edhe lehtësim nga pickimet dhe djegjet. Aplikojeni atë si një pastë, pasi do të qetësoj acarimet dhe inflamacionin. Qumësht dhe sodë buke për këmbët e mira. Ndodh shpesh që shumë njerëz të kujdesen shumë për pjesë të tjera të trupit, por jo për këmbët. Këmbët e thara dhe të çara nuk janë as pak atraktive dhe shpeshherë ato shkaktojnë edhe dhimbje. Prandaj këmbët kanë një rëndësi tepër të madhe, po aq sa pjesa tjetër e trupit dhe kërkojnë një trajtim sa më adekuat. Po ashtu, sipas informacioneve, këmbët tuaja tërë ditën e mbartin peshën e trupit dhe kjo gjithashtu shkakton një presion të madh, prandaj ato lodhen dhe dëmtohen. Ne po ju sjellim një metodë shumë të thjeshtë për të trajtuar këmbët në kushte shtëpie. Ja se çfarë ju nevojitet.
Nxehni 2 deri në 4 gota qumësh dhe zhyteni këmbët aty. Mbajini këmbët për 5 deri në 10 minuta. Shtoni më pas sodë të bukës dhe gërryeni këmbët. Në fund pastroni këmbët me ujë të vakët dhe aplikojeni atë. Do të mahniteni me trajtimin. Onychomycosa shkaktohet nga infektimi i thonjve dhe kërpudhat, të cilat i përkasin kategorisë dermatofiteve dhe shumohen lehtësisht në këmbë, por edhe në duar. Megjithatë, thonjt fillojnë të duken keq dhe ka simptoma shqetësuesi si eritema, heqja e lëkurës në zonën përreth, por si mund ta trajtoni ju atë? Soda e bukës është një trajtim efikas. Përpara se t'ju prezantojmë me këtë trajtim për onychomycosën, është rëndësishme të sqarojmë se rezultatet nuk do të duken menjëherë. Ky produkt fillon që të luftojë onychomycosën që në aplikimin e tij të parë, por eliminimi i plotë i tij nuk do të ndodhë brenda natës. Kjo është edhe arsyeja pse ju duhet të jeni të qëndrueshëm në përdorimin e tij dhe gjithashtu të ndiqni të gjitha rekomandimet e nevojshme për të hequr qafe plotësisht të gjithë problemin. Përveç kësaj, ne ju rekomandojmë që të përmirësoni vetitë e saj duke përdorur uthull-molle, një tjetër përbërës antimykotik me shumë përfitime shëndetësore. Zakonisht të dy këto produktet ju i gjeni në dollapin tuaj të kuzhinës ose mund t'i blini ato me një çmim fare të ulët. Materialet që juve do t'ju duhen janë 6 gota ujë, gjysmë filxhani uthull-molle dhe 3 lugë sodë buke. Ngroheni ujin në një temperaturë të tolerueshme për këmbët tuaja. Shtoni uthullën e mollës dhe më pas derdheni përzierjen në një tas të madh. Zhyteni këmbët në lëng dhe lëreni të zhyten për 15 minuta deri në 20 minuta. Më pas, thajni mirë thonjtë dhe fërkojeni me një pastë me sodë buke. Sipas ekspertëve, duhet të keni parasysh se talini të veprojë për 10 minuta dhe më pas t'i shpëlani. Masazhojeni me lëvizje rrethore për të eksfoliuar sipërfaqen e thojt dhe gjithashtu lëkurën përreth. Përsëriteni këtë trajtim çdo natë derisa pamja e thonjve tuaj të përmirësohet. Ju mund të shtoni pak lëng limoni apo peroksid hidrogjeni në sodën e bukës për të përmirësuar veprimin e saj antimykotik. Ndërkohë, ekziston edhe një recetë fantastike e cila do t'ju ndihmojë ju që të keni këmbë sa më të buta. Çfarë do t'ju duhet për këtë recetë? Ju duhet një filxhan kafe me krip, ju duhen 2 filxhan kafe me sodë buke, ju duhet një limon i shtrydhur, 10 pika vaj esencial trëndafili apo livandoje dhe ujë. Si të veproni? Si fillim, mbushni një kovë apo legen me ujë të vakët ose të nxehtë dhe shtoni brenda të gjithë përbërësit. Është me rëndësi që uji të jetë disi i ngrohtë në mënyrë që të merrni rezultatin e dëshiruar. Pasi të keni hedhur kripën, sodën dhe limonin, zgjidhni vajin tuaj esencial të preferuar. Në këtë rast, nëse nuk ju gjendet asnjë në shtëpi, mund ta anashkaloni këtë hap dhe të përdorni vetëm përbërësit e tjerë. Kështu, për të përgatitur ujin, zhytni këmbët tuaja të pastra në të dhe lëreni të pushojnë për 30 minuta derisa uji të ftohet plotësisht. Gjatë kësaj kohe, her pas here mund t'i fërkoni këmbët me njëra tjetrën pa i nxjerrë nga uji. Më pas, thajni lehtë me peshqir dhe përdorni kështu një lim apo gur të posaçëm për këmbët në mënyrë që t'i limoni ato. E gjithë lëkura e vdekur duhet të eliminohet në këtë mënyrë. Keni kujdes të mos i dëmtoni këmbët tuaja teksa i lani, pasi nuk duhet të ushtroni shumë presion mbi to. Pasi ju ta keni bërë këtë proces për disa minuta, merreni dhe shpëlajini këmbët me ujë të pastër dhe më pas thajni sërish. Në fund, kur ato të jenë të buta dhe të pastra, lyeni me pak krem dhe pushoni për disa minuta. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim
të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.